Nëse nuk ekziston një prokuror që guxon sa Milushtakut, kryetarit të Skënderajit, me lëshu urdhër arrest, atëherë unë nuk e kuptoj pse do të më pas sistem drejtësisë. Edhe do të mund të konsiderohej të ishte i shkëputur, po të mos dihej pesha që PDK me vite, me ose pa merit, ja ka ep zotrit se Milushtaku, që është kryetari i komunës së Skënderajit. Pra, pavarësisht nëse sot dikush mundet me konsideru të shkëputum, për vite të tëra, zoti Milushtaku është konsideru si një nga figurat kryesore që ndikon në vendimarrjen e partisë, e përtej vendimarrjes së partisë, edhe në orientimin në tutje se si do të funksionoj PDK-ja, andaj absolutisht në të e pas parasysh këtë kontekst nuk mundet më pasi një rasti izolum. Pra na nuk përflasim për një asamblez, edhe pse edhe asamblez do të ishte dëm të përfshije një sulm fizik, po përflasim për njeriun që të paktën në Prishtinë, këtu në Prishtinë edhe sulmet se cilit zë të ri, ose se cilit njerë të ri në PDK që është konsideru që po e sjell një kulturë tjetër politike, ja kam bë me ndërlidhjen me zotin Milushtaku. I kam thonë, unë e di që në kohën e zgjedhjeve lokale në Prishtinë, një prej akuzave kryesore që zoti Uran Ismaili ka pas, kandidati i PDK-s për Prishtinë, ka qenë që a do t'i marrë vendimet zoti Milushtaku në rast që zgjidhet. Dhe do thotë më së paku kjo ju ka dasht kjo skemë PDK-s, sepse dasht ose pa dasht po e përforcon percepcionin që vendimarrja në PDK nuk është krejt e strukturume nga lart, është ma shumë e strukturume prej njerëzve të fuqishëm që janë të shpërndar në komuna e që i takojnë PDK-s, njerëzve që kanë edhe dënime, edhe zoti Milushtaku është një recidivist. Do të thotë na nuk po flasim, nuk e di pse njerëz sot befasojnë që zoti Milushtaku është përfshirë me një sulm fizik. Zoti Milushtaku është recidivist, sepse zoti Milushtaku ka pas dënim para disa viteve për kërcënimin e një personi, avokati. Pra, po flasim për një person që fare nuk e ka problematike të përfshihet në eskalime të tilla, sulme fizike, ose... Një fjallë nuk do të jetë befasi. Për mu nuk është befasi. Nuk është për ju befasi. Eskalimi, po ajo që ka ndoshta kemi mundësi edhe me diskutu tutje, unë në asnjë rrethon, unë nuk mendoj që duhet t'i vendoset një parë. Çfarë do gjuhe që ka përdorë zoti Hysni Mehani, që është zëvendësministër, por besoj përplasja është për shkak që ai vjen nga ajo komunë, nëse nuk gabojmë është edhe asamblejist i komunës së Skënderajit nga lëvizja vetëvendosje. Gjuhë polarizuese, sot përdor vetëvendosja dhe atë shumë, por përdoren edhe parti tjera, përdoren edhe në media, edhe në hapësira televizive, pra nuk mendoj që është lejueshme të thuhet as Sami Serbia, as Albin Serbia, as Ramush Serbia, është mirë që ta gjykojmë edhe gjuhën polarizuese me standardet e njëjtë. Është gabim postimi që ka bë zoti Mehana, është jashtëzakonisht gabim, sepse i kontribon që saj përçarjes së thellë edhe gjuhës së polarizuese, por nuk është njeriu i vetëm që ka përdorur shprehje fatkeqësisht të tilla, dhe besoj që edhe mediat kanë kontribuar që kjo gjuhë me u nda, me u duplifikue, me u postu e ripostu, veç për shkak të që ka gjeneru shumë. Po, do të flasim. Për të stimuluar daljen e qytetarëve në zgjedhje partit politike, nuk zgjedhen metoda mos, sepse janë lodhur njerëzit dhe kanë padurueshmëri me faktin që është hera 5 bashkë me zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet me balotazh që ishin, që qytetarët e Kosovës brenda 16 muajve duhet të drejtohen zgjedhjeve. Dhe për te që duhet të drejtohen zgjedhjeve, ne kemi moshonepsje të politikës për problemet reale të qytetarëve të Kosovës. Unë s'po duhet të zgjerohem për këtij rasti në situatat praktike, por sot ishte raporti që kemi 7.5% inflacion brenda këtij muaji. Profesori përmendi armatimin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, shto kësaj për krajen e kongresistit për antarësimin e Kosovës në NATO. Në ndërkohë ne merremi me rehabilitim lokal të njerëzve që realisht janë pasojë e dështimit prap politik.
dhe institucionale shtetërore të Kosovës, sepse janë derivat i mungesës së sistemit të drejtësisë në këtë vend. Po të kishim sistem të drejtësisë mirëfilli, po të kishim gjykata efikase, të drejta dhe të pavarura. Nuk do të vinim në situatën kur njerëzit grushtohen dhe zgjedhin vetë gjyqësinë, por çështjet e ngritura, akuzat, epitetet banale dhe brutale do të zgjidheshin aty ku kanë vendin në bankat e sistemit të drejtësisë. Prandaj krejt kjo spirale ndërtuar që nga lodhja me zgjedhjet, mungesa e sistemit të drejtësisë, mbushja me karburant agresiv të qytetarit për ta detyruar që të dalë në zgjedhje, sepse votues ju duhen këtyre partive politike për të marrë atë kredibilitetin demokratik, mendoj që janë prodhues të një gjendje ku ne mund të rrshasim në një situatë kur e kishim kaluar shumë jetë më përpara, sepse tani Pra, shënojmë pra pak them. Në retro, ne kemi pas fatkeqësisht edhe gjatë fushatës edhe vrasje. Por ky rast është një rast i rëndë që dëmton në radhë të parë Partinë Demokratike të Kosovës, dhe ajo që ka mund bërë një përshtypje pas këtij rasti, sepse më interesante të shoh masivin e reagimit qytetar. Është jashtëzakonisht e rrezikshme mendësia jonë e përqafimit të dhunës. Fatkeqësisht jo vetëm individualisht, por edhe institucionalisht. Nëse shem me kujdes, të kemi pas përkrahje pothuajse dhe nuk përmendej në komunikatat të caktuara grushti dhe gjaku, që ishte derdhë aty, por ofendimi dhe fyrje. Pra relativizojnë në nivelin e shkakut dhe jo të pasojës. Dhe këto janë probleme esenciale që unë mendoj se politika jonë duhet të mirët me gjendjen reale të krijuar nga vetë ajo tash e Sovjet, dhe mbi të gjitha kjo kultura e vetë gjyqësisë, zgjedhjes së problemeve duhet të përfundoj me gjykata efektive dhe efikase, të cilat mendojnë në që sot ka qenë dashur të ndërmarrin masat e nevojshme të intervistohen akteret të shihet se çfarë ka qenë realisht. Nëse nuk ekziston një prokuror që guxon Sami Lushtakut, kryetarit të Skënderajit, me lëshu urdhër arrest, atëherë unë nuk e kuptoj pse do të më pas sistem drejtësisë. Sepse nëse çikaç nuk mundet me bë, pse ai person e meriton dekretin e prokurorit. Është e parësyshme me qenë dikush prokuror, një person të gjakosur, mas me konsideru që ka vepër penale që një kryetari komune e ka gjakos një person. Është absurde, unë as nuk duat mendoj, edhe nuk du me pas besimin ka qëtullt në sistem të drejtësisë. Sepse nëse e kemi besimin ka qëtullt, atëherë, kjo nuk është mendimi im, po atëherë do duhet vijet në përfundim që Uleksi nuk o dashtë kur milshu rastet e ndjekjes penale në Kosovë. Po ajo që unë nuk isha pajtu me bashkëfalësit mas partë, unë mendoj që duhet me jep pesh, edhe duhet me jep shumë pesh publike kësaj teme, media të bojnë këto me jep pesh, për shkak që kryetari i Skënderajit nuk është një person i zakonshëm. Edhe nuk mundet më konsideru si temë dytësore, fakti që Zoti Lushtaku ka vendos me qëru hesapet në formë fizike. Në anën tjetër nuk pajtona që Zoti Lushtaku nuk i beson sistemit të drejtësisë. Sepse unë besoj që sistemi i drejtësisë do të edhe këto nofkat, Sami Serbia edhe të tilla që i kish adresu. Ajo që unë mendoj është që asnjëna pi partive politike nuk dojnë që këto raste më përfundu në gjykat, sepse gjitha e përdorin standardin e njëjtë komunikimit. Mendoj që është seriozisht tepër nënçmuese nga secila palë, kur argumenti tyre kryesor janë akuzat që njëri tjetrin e akuzojnë për bashkëpunim me Serbinë. Bashkëpunimi me Serbi nënkupton tradhti kombëtare, është akuzë jashtëzakonisht e rëndë, por ajo nuk o bë veç për një partije. Duhet me theksu, nuk o bë veç për një partije. U bë për shumicës së partive. Por ajo që duhet vetëm edhe këtë, do të thotë Zoti Lushaku nuk është hera e parë që po futet, që është temë e diskutimit në kohë të zgjedhjeve. Për mu, na edhe atëherë në këtë studio e kemi diskutu, për mu ka qenë jashtëzakonisht vulgare, e pa vend,
e parsyetueshme fakti që zoti Lushtaku, një deputete të Kuvendit Kosovës, pati zgjedh me krahasu si person që punon në një shtëpie publike. Kjo ka qenë akuza më e madhe që ndonjëherë ju ka bën një deputetje gru. Dhe askush prej PDK-s, as gratë të PDK-s, nuk kanë guxuar më dalë me thonë që kjo është gabim. Ka qenë ajo gabim, është sot gabim. Tash e pash një postim të nën kryetares, nëse është nën kryetare Zonja Qitaku, Vlora Qitaku, e cila thotë që na nuk viktimizohet, ju qëndrojmë ballë sfidave. Zonja Qitaku duhet me aqit sfidë vetit, me guxu, me reagu kundër zotit Lushtaku. Që kjo është jo viktimizim. Në fushata zgjedhore bojnë kësi veprime individet të caktuar, mirë po asaj nuk i falet, se nuk është do si do person që ka hyrë në zgjedhje, por ish presidente e Republikës, që unë e komendue se edhe në qoftë se ajo nuk e ka pas një shkallë të caktuar të maturimit, si i themi na profesional, të njohjes së detyrave, ka pas mundësi për 5 vjetë të mësën. Dhe isha, sa i përket çështjeve të politikës ndërkombëtare, në një farë forme shpeshherë më ka bë të ndihem mirë, duke marrë parasysh kultivimin e raporteve ndërkombëtare. Mirë po, sot ajo të del të bën politikë me fotografi të Ibrahim Rrugovës, duke akuzu dhe sha njerëz individual, ato dy figura nuk përputhen. Unë e filozofinë rrugoviane e kom përqafue në fillim, kër është themelua ajo parti, jam një ndër themelusit. Ajo, jo që nuk na u ka lejue neve, por është ndërdue vedia e tilë rrugoviane. Vedia rrugoviane, filozofia politike rrugoviane, nuk e duron një sjellje të tilë. Me vjen keq. Unë e kuptoj se ajo është gjenerat e re, nuk ka pas shansë ndoshta as me dalë në fotografi me Ibrahim Rrugovën. Mirë po, e ki obligim qoftë qytetar, qoftë intelektual, me defshifrue filozofinë e ti, nëse dëshiron të kesh apologjet, nëse dëshiron të bash referencë, se ajo forma e sjelljes së saj është në një farforme dëshiron të ndërton zotësi duke u bazu zotësinë referente. Zotësia referente kur thirrësh në dikend. Sikur ai nxon, sikur shkon të shtëpia dhe i thot mami ose babi, kjo keq, thot m'fal. Nuk o keq se mu m'ka thonë mësuesi kështu. Do më thonë zotësinë referente atë shumë e zhvillon mësuesi. Edhe aty, në qoftë se unë e kuptoj që ndoshta nuk e ka njoftë mirë Ibrahim Rrugovën, por dhe të njët mirë me shokët e ti, me politikanët, me ata që kanë qasje filozofike ti, ose dhe të i lexon librat e ti, ose dhe të i lexon sjelljet politike që kanë shkruar të tjerët për të, ka mundësi të mëson. Nuk tolerohet në siglen e LDK-s të merren me sharje për qëllime politike, qoftë sharje individuale, qoftë sharje në nivel ose akuza në nivel të mbrojtjes ose mos mbrojtjes së interesit nacional. Ato janë çështjet as delikate që nuk i falen një individi të caktuar që garon që nuk zgjidh mjetë më u bë politikan, por asaj nuk i falen. Unë kam mendue dhe unë mendoj se ende se ajo është shumë në emocione, se përndërsh nuk besoj që ajo racionalisht mendon ashtu. Kur e shoh këtë listë, në aspektin e renditjes ose në aspektin e pjesëmarrjes, nuk besoj që janë të orientuar duke u bazuar në filozofinë politike as në ideologjinë. Por janë, si me thonë, njerëz të cilët i shkojnë mbrapa Albin Kurtit. Kështu e llogaris këtë listë. Mirë po, në aspektin e renditjes, shoh njerëz që vërtet ata seniorët janë në pjesën e parë, do më thonë, ja ka dhonat aspektin e hierarkisë apo renditjes, është mundue me ndërtue. Por kur e shohim listën për shembull të LDK-s, unë e di që Republika jonë është republikë parlamentare, nuk o presidenciale. Na mundet në listën e deputetit
çdo kush mund të jetë i kandiduar për president. Nuk ka kuptim të luftosh për një kauzë, ose për një program, ose për një ofertë me një individ i cili nuk e mendon se ai do ta zhvillon atë. Shumë logjike ishte, kishte me qenë, sikur listës t'i printe i deri aktual, tash, a i ka ato sfidat e veta, gabimet e veta, të mirat e veta, po ende është kryetar partije dhe organet e partisë ja kanë dhënë të drejten me qenë kryeministër. Kryeministri i këtij vendi është zot shtëpie, nuk është presidenti. Në aspektin institucional shtetëror ka në renditje tjetër, por na jemi për republikë parlamentare që kryeministri është zot shtëpie. Ai e mban kuletën, ai ndërton programin, ai bën propozimin për ligje, ai zbaton ato ligje, jo presidenti. Dhe një renditje më normale kishte me qenë emri i individit, nuk po du me përmend emrin kush e meriton më shumë apo më pak. Emri i individit në siglën e LDK-s i cili kishte mujt me udhëheq një qeveri është dashur t'i prind listës. Ndërsa kjo zonja që ka qenë presidente, shumë e nderuar për një periudhë të caktuar, sidomos në politikën e jashtme. Kjo ka mujt me qenë kudo qoftë në listë, nuk ka rëndësi për president pozicioni. Bile ka mujt me respektuat renditjen që na kanë imponue çdo i treti femër, ose gjinis femërore, më falni, grua, po vajzë, ka mujt me qenë e treta. Dhe në listë, kur e shoh dhetshin e parun në lidhjen demokratike të Kosovës, i shoh 4-5 emra aty, që faktikisht nuk janë lidhje demokratike, sepse nuk është bën shkrirja, nuk ka pranu Vjosa Osmani me atë grupin e caktuar që të marrin libreza antarësie, LDK-s dhe të jenë në siglën e LDK-s. Nëse konkurojnë këta me qate, LDK, këta duhet të marrin jo vetëm të drejtat edhe përgjegjësitë për atë parti. Qysh mund t'ja besojnë përgjegjësinë dhe të drejtën dikujt që nuk e ka atë sigëll. Kjo për mua është shumë befasuese. Profesor, do të akuzohesh sepse kështu e thash mbrëmën e dikun dhe pastaj morran janë 1 milion akuza. Jo, prej Lidhjes Demokratike thanë shiko, po dosht as ta mbi vlerësoj diken, as ta nënçmoj diken. Kjo është logjik partijake. Unë kam pak përvojë në sjelljen politike brenda partisë. Unë e di që renditja nuk e ka kuptimin ndoshta të votuesi, sa e ka të konkurenca brenda personave në parti që maten me aksione politike. A din kush është aksionari kryesor në parti? Qaj që ka votues më shumë dhe është senior aty. Jo ata që kanë hyrë. Kjo është sikur në një kompani, kur ti merr aksionar të ri, a ka kuptim ati aksionari të ri me njerë, mi a dhon të drejten edhe për veto edhe për të gjitha. Mandej, a din sa zërë është të udhëheq ti këtë fushatën politike në emër të partisë duke personalizu. Ajo është një gjë shumë e vështirë, shumë letë udhëheqet fushata kur thu, po unë udhëheqi këtë parti, në emër të kësaj partije do të bëj këtë qeveri, do të bëj këtë koalicion të mundshëm. Kjo është kauza jeme për ekonomi, kjo është kauza jeme, domethënë subjektet që objektivat e mia i realizon duke u bazu jo në personin, po në atë fuqi politike që e merë. Tash dalim të lista e PDK-s. Unë nuk, shikoni, mos e më keq kuptoni, por edhe në listën e PDK-s kom pa që nuk është respektu sa duhet elementi i hierarkisë, qoftë fuqisë politike, qoftë senioritetit në parti. Ka elemente të caktuara, edhe këtu, por sidoqoftë, mu po më duket atë që e tha kolegu, këtu, kjo renditje o ba si duket në presion të madh që individet e caktuar brenda partisë kanë fuqi qoftë politike, qoftë fuqi të koalicioneve, të klaneve, të klikave, grupeve të interesit, po të grupeve të interesit që i kërcnojnë edhe me prishje, me shkatrim të partisë, edhe financa lunë, po edhe ajo është element powerful, edhe ajo është bile element kryesor.